Ajo që nisi si një sondazh i zakonshëm i oqeanit u shndërrua shumë shpejt në diçka që askush nuk mund ta kishte parashikuar. Teksa skanonin fundin e detit, studiuesit lokal vunë re një formë të çuditshme metalike që qëndronte thellë nën sipërfaqe. Në fillim, dukej si një tjetër kontejner i humbur transporti. Por kur roboti zhytës e nxori në sipërfaqe, të gjithë ata që po ndiknin pamjet live mbetën në heshtje të plotë, të ngrirë nga tronditja. Para se të zbulojmë se çfarë gjetën, shtypni butonin like, abonohuni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni asgjë nga ajo që vjen më pas. Kjo nuk ishte thjesht një gjetje me fat. Pikërisht atë ditë, roja bregdetare kishte regjistruar aktivitete të çuditshme në ujë, lëvizje të rënda dhe të pashpjegueshme. Leximet e sonarëve e konfirmuan këtë, treguar se diçka shumë e madhe ishte përplasur në ujë. Kapitenja Izzy Barkley dhe ekuipazhi i saj me përvojë u dërguan menjëherë në zonë, të vendosur për të zbuluar se çfarë po ndodhte. Bova me sinjalin më të fortë ndodhej rreth 20 metra larg bregut. Sapo Izzy dhe ekipi i saj arritën aty, nisën menjëherë punën. Izzy, si drejtuesja kryesore e kërkimit, gjithmonë zhytej e para. Brenda pak minutash, ajo ishte në ujë. Sa më thellë zbriste, aq më i errët dhe më i rënd bëhej oqeani. Dhe pastaj, përpara saj, e pa. Objekti qëndronte aty, i qetë, mbi fundin e detit. Ajo e rrethoi shpejt dhe e kuptoi menjëherë se nuk mund ta nxirrte vetë. Sapo doli në sipërfaqe, dha udhëzime të qarta. Brenda pak çashtesh, ekuipazhi kishte gati robotin zhytës. "Le ta nxjerrim lart", tha ajo me zë të qetë, edhe pse zemra i rihte fort. Ekipi kërkimit kishte lënë bazën e tyre të teknologjisë së lartë, duke menduar se ishin gati për çdo gjë. Në drejtimin e saktë të Izzyt, kontrolluan çdo sistem të automjetit komanduar nga distanca. Kur gjithçka dukej në rregull, e ulën robotin në det. Ai rrëshqiti qetë nën val, drejt thellësisë. Zbritja shkoi pa probleme. Çuditërisht, uji i poshtë ishte i pastër, gjë që u dha një avantazh të rrallë. Shumë shpejt, konturët e kontenjerit u shfaqën, gjysmë të fshehura në shije. Nuk lëvizte as pak, sikur të kishte pritur aty për vite të tëra. Për një vëzhgues të thjesht, dukej si çdo kontenjer tjetër i vjetër, por diçka nuk shkonte. Me urdhrin e Izzyt, krahat mekanik të robotit u kapën fort pas kornizës së kontenjerit. Filloi ngritja, kablot u tendosën, makineritë gumzhynin. Për një moment, dukej sikur do të funksiononte, por kontenjeri nuk lëvizi lehtë. Çfarëdo që ndodhej brenda nuk ishte ngarkesë e zakonshme. Rezistenca ishte e çuditshme, paksa shqetësuese. Vinçi anijes ishte ndërtuar për pesha shumë të mëdha, makina të fundura, madje edhe krijesa të mëdha detare, por edhe kështu ishte një betejë. Më në fund, pas një përpjekje të gjatë kundër forcës së oqeanit, kontenjeri doli në sipërfaqe, u përplas fort në kuvert me një zhurmë të rëndë metalike. Ekuipazhi u tërhoq për një çast, pastaj u afrua me nxitim, me sy të hapur të frymarrje të shpejta, të gjithë të etur për të parë se çfarë kishte, saga nuk e kishte fundosur anijen e tyre. Shumica e ekuipazhit ishte e mbushur me emocione, por Izzy qëndroi e heshtur. Sytë e mprehtë u fiksuan te detaje që të tjerët nuk i vunë re. Muret metalike të kontenjerit dukeshin çuditshërisht të lëmuar, paksa të pastër, dhe atëherë e kuptoi. Diçka nuk shkonte. Ky objekt sapo ishte nxjerrë nga fundi i detit, por nuk kishte asnjë rrjedhje uji, asnjë pikë, asnjë senj lagështie nga skajet e mbyllura. Instikti i saj u shtrëngua. Ky nuk ishte thjesht ngarkesë e humbur, ishte mbyllur me qëllim. Kushdo që e kishte vendosur aty, kishte dëshur që të mbetej i fshehtë. Ishte projektuar pikërisht për këtë. "Hapeni", tha Izzy me zë të prerë, por me kujdes. Një nga marinarët solli prerëset e bullonave dhe u kap pas drynit. Menteshet kërcitën hartë, një fshëshërim i vështërtë doli jashtë, dhe me një zhurmë të fundit metalike, dera u hap ngadalë. Të gjithë shikonin pa frymë. Ajo që pan brenda nuk dukej as pak si ngarkesë, ndihej gabim. Izzy hypi brenda. Muret ishin të mbushura me pajisje të çuditshme, disa mekanike, disa që dukeshin paksa organike. Asgjë nuk kishte kuptim. Ajo preku një objekt të butë, të mbështjellur me pëlhur. Afër kishte cop druri të vjetër. Kto nuk ishin artefakte, ishin sende personale. Një filxhan i çar, një batanike e palosur me kujdes, disa libra të vegjël. Nuk dukej si pajisje, dukej si një vend i jetuar. Pse do t'i fshihte dikush gjëra kaq të zakonshme në një kontenjer të mbyllur në ujë, murmuriti ajo. Hapësira dukej si një shtëpi e vogël, kompakte, me një shtrat të vogël, mobilje, madje edhe një dollap të fiksuar. "Kjo nuk është ngarkesë", tha ajo me zë të ulët, "dikush ka jetuar këtu."
Pafti, një britëm të thyu heshtjen. Këtu, një antar i ekuipazhit mbante në dorë një qese plastike të gëvishtur, brenda të cilës ishte një regjistrator digjital. Zemra e Izit rahu fort. Ndoshta ky e shpjegonte gjithçka. Ajo e mori me kujdes. Pajisja ishte ruetur të thatë. U dëgjua pak statik, pastaj një zë mashkullor, i ashpër dhe i dridhur. Nëse dikush e gjen këtë, duhet ta them para se të kuptojnë se jemi këtu dhe të vinë pas nesh. Izi u ngri. Të vinë pas nesh. Fjalët i e honin në mendje. Regjistrimi përfundoi me zhurmë statik, vetëm valët dhe heshtja e tronditur e ekuipazhit. Pastaj, zëri u rikthye. Mendri emri Ahmed Osman, tha ai, paksa pa frym. Shpresoj që dikush ta gjej këtë kontenjer dhe këtë mesazh. Nëse po e dëgjon, jetët e njerëzve janë në rrezik. Regjistrimi u ndërpreu sërish dhe pikërisht kur Izi po fliste, pajisja kërciti sërish. Zëri i Ahmedit u rikthye, më shpejt, më tensionuar, plot frikë. Jemi në rrezik shumë serioz, tha ai. Jemi në anijen Ever Cargo Voyager. Nuk e di sa gjatë do të jemi të sigurt. Ju lutem, na ndihmoni. Pastaj heshtje totale. Një emër i mbeti në mendje. Ever Cargo Voyager. Ajo e kishte parë më herët. Kontrolloi menjëherë regjistra digjital të porteve. Është e vërtet. Anija shfaqej shpesh, por nuk qëndronte gjatë. Pa kontrolle, pa shkarkime, vetëm furnizime të shpejta. Duhet të gjejmë ata anije, tha Izi. 24 orë më vonë arritën në koordinata. Ever Cargo Voyager qëndronte rreth 20 metra larg bregut, e ndryshkur, e heshtur, pa drita, pa lëvizje. Vetëm një qetësi e rëndë dhe kërcënuese. Na duhet përforcim, tha Izi. Roja brendetare dhe policia mbërritën shpejt. Ajo i shpjegoi gjithçka dhe ju luajti regjistrimin. Kjo është shumë serioze, tha një oficer, por hipja mbord nuk do të jetë lehtë. Atëherë Izi pati një ide. Oficerët mund të shtireshin si pjesë e ekipit të kërkimit të tyre. Ishte rrezikshme, por funksionoi. Kur hipën në bord, diçka nuk shkonte. Gjithçka ishte tepër e pastër, tepër e qetë. Nga dëshpërimi, Izi përshpëriti. Ahmed Osman, a je këtu? Pak sekondash më vonë, një derë u hap. Ata u tërhoqën me forcë brenda. Brenda ishin mbi 20 njerëz, të dobët, të frikësuar. Një burr doli përpara. Sytë e tij ishin të lodhur, por Izi e njohu menjëherë. Ahmed Osman. Nuk e besoj që funksionoi, tha ai me zë të ulët. Nagedët. Të vërtetat dolin në dritë. Ishin mashtruar, të mbyllur, të detyruar të punonin. Kush kundërshtonte s'dukej. Ishte skllavëri në det. Operacioni i shpëtimit filloi menjëherë. Brenda një ore, anija u mor nën kontroll. Të gjithë u shpëtuan. Familje, fëmijë, jetë të tëra. Më vonë u bën disa arrestime. Një rrjet madh i trafikimit u zbulua. Izi dëshmoi në seanca ndërkombëtare dhe shtyu për ligje më të forta. Ajo nuk e shohte më oqeanin njësoj, sepse nuk jo çdo zbulim është shkencor. Disa janë thirrje për të bërë gjën e duhur. Një mëngjes, ajo mori një letër pa emër. Brenda ishte një foto. Ahmed përpara një furre buke, duke buzëqeshur, një tabel pranë tij shkruante: Liria ka shije të ëmbël. Izi buzëqeshi. Sekreti i errët i oqeanit kishte dalë në dritë dhe kishte shpëtuar jetë. Nëse kjo histori ju preku, shpërndajeni, bëni like, abonohuni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni asgjë nga ajo që vjen më pas.